se sa ideologjike është sot që flasim me dikur, po solide në numra. Dhe Rama ka ditur të luaj taktikisht mirë me këto numra, më shumë se sa ka qeverisur mirë. Të paktën unë kështu e shoh. Jo, okay, po... Dhe ka ditur dhe ka kuptuar si duhet, me që ti përmende aftësinë, ka kuptuar si duhet se si janë shqiptarët edhe si duan të qeverisen shqiptarët. Dhe ashtu i ka qeverisur. I beson asaj që Edi Rama bleu opozitën? Që e bleu opozitën e besoj deri diku. Po pse s'u shitet ti Erla? Edhe ti në opozitë ke qenë. Po pra, prandaj them i besoj deri diku. Nuk është vetëm çështje blerje, është dhe çështje pa aftësie, është dhe çështje interesi. Po them pa aftësie se me qenë ashtu ti mund të kishe katapultuar dhe bëheshe ti socialiste se s'ishe në dhe unë jam shumë me drejt për të qenë e suksesshme. Po pra, prandaj po them që pse u blen, sepse akuza më e rëndë që bëhet nga Partia Demokratike është që Rama kryetarin thon ata, nuk blen gjithë opozitën, po blen kryetarin, që ishte Lulzim Basha. Po s'ke qenë po bleve kryetarin Erla. Çfarë do të mbaroj punën Erla? Do si thon në Perëndim, të varfrit bëjnë gazeta, të pasurit bëjnë kryeredaktorin, thoshin. Dakor, po dhe kjo aftësi është, çështja është si të mos shitesh. Si të mos shitesh pa për të bler ka gjithmonë ofertues ti. A thoshin kështu në Itali? Të varfrit bëjnë gazeta, të pasurit bëjnë kryeredaktorin, kaq edhe kjo punë. Po prandaj po them. Okej. Ne do kthehemi sërish te kjo analiza ditore, po unë kam përgatitur disa foto që kam shumë mezi po pres që ti komentojmë me Erla Mhillin. Jo, unë do doja fotot, është shumë më shpejt kjo, kisha fotot e familjes njerë, ju lutem, nëse është e mundur regjia, pse bëm një kapërcim, se jo, kjo është shumë e bukur, po ka një renditje kohore tjetër dhe pastaj vim te Okej, ja sa të bëhet gati, pak kemi... Ja, Erla. Akidi, këtu ka qenë dita kur lindi Bind. Djali jemi dytë dhe jemi në maternitet. Dhe kjo është Akidi i bukur, i cili duket i lumtur, po ishte pak xheloz atë muajt e parë. Do të thëmë për gjithë ata që nuk e din, Erla ka dy djem, ka dy yje. Se duke qenë se nuk i postoj shumë tani dhe gjithë mendojnë që unë kam vetëm një djalë, pra vetëm Akidin e postoja më shpesh, kurse Bind jo, s'para e postoj më tani. Erla, çështje supersticioni. Si ja bën? Kjo është një pyetje kështu që se e thot një shokuj me humor, mama tona bën nga 5 deri 10 fëmijë, këta thot kur ka 2 fëmijë u bubu si ja bëjnë, po në fakt është normale të themi që si ja bën se angazhimi yt duhet të thënë. Po më merr tërë ditën, më merr. Emisioni më merr tërë ditën. Si ja bën me E vështirë është, të them të drejtën, që të gjej një ekuilibër maksimal që ti kushtoj kohë edhe fëmijëve, edhe emisionit, edhe qefeve të mia, se unë kam qefet e mia, kam shoqërinë time. Kam një gruaj që më ndihmon dhe që më vjen në ato orët e pasdites vonë ku unë largohem, edhe që ndron derisa unë kthehem në shtëpi, unë kthehem vonë. Ka filluar djali i madh të shikojë ndonjëherë në emision? Ja, shumë. Si tha njëri që ama, që nga e famshme? Ne, që nga e famshme, po si i dola në TikTok, më duket. On TikTok, on YouTube. A i zine gjë deri në atë moment? Ja, dinte, sigurisht. Dhe që tha ama? Më tha i vogli në fakt. Më tha ma, që nga e famshme, you're famous, se tani i flasin edhe anglisht, shumë micën e kohës. Që nga e famshme, tha se më dole në TikTok. Ata janë shumë të vegjël, Erla, po ti ke dëshirë që ata të ndjekin atë profesionin tënd edhe të... Jo, fare. Të bëjnë jo, ç'të duan. Ç'të duan? Ja. Po jo, kjo nuk e përjashton, domethënë. Jo, nuk e përjashton, do ta ndjekin vetë, po deri tani jo, nuk më duket që. Kështu i ke kështu si ndonjë prirje. Si prirje kështu për qenë aktor Hollywoodi, ke dy kinga, dy. Të dy. Të dy të mirë. I ngjajnë edhe mamit edhe babit. Po, foto tjetër. Po shumë mamit landi, mos i bëj qefin babit. Mirë, se do vëmë vetë babit, Po, foto tjetër? Pa, këtu kemi qenë për vjetorin e opinionit. Po prit se ka dhe që se din kush është bashkëshorti yt tani. Frenojnë çik tani. Kelti Skruja. Prefekti i Tiranës? Ish prefekti i Tiranës, ish deputet, që 12 vjeç i angazhuar me Partinë Demokratike. Kush Kelti tani nuk ka humbur? Nuk ka humbur aty është. Ku është aty më? Por e ti shpjegë, po ku është në politikë më? Në PD është, po... E në PD se kemi pare, tani na thoj 2 fjalë për Keltin. Antar kryesie e ke Landi.
aktualisht që flasim. Antari kryesis Keltisi? Është antar kryesie, po. Hajde kryesia, hajde. Unë tani po marr vesh Keltisi që antar kryesia. Sa antar ka kryesia, moj? Nuk e di kush i ka numëruar. Kuptoni tani? Se që t'jem e sinqert, nuk e pyes shumë për çështjet e partisë. Po për çfarë pyeti? Unë Dhe vetë nuk tregon se thotë ju gazetarët na i nxjerrin të gjitha. Pse kështu thotë, kur jeni në shtëpi, kur jeni në shtëpi, jo kur Po, kur jemi në shtëpi. Nuk para tregon shumë. Nga ata politikanë se ti e the që fëmijë është angazhuar në politikë. Aq 12 vjeç. Tani, pyetja e drejtë, pse është tërhequr Keltisi? Po, mbase nuk e frymëzon sa duhet, nuk e di, duhet se kam pyetur tamam se çfarë si pëlqen më, çfarë trëmb. Po në politikë është, nuk është se nuk do Si nuk e ke pyetur? Erla, ke muhabeti me Keltisin apo jo? Po kam. Po ha pra tani se kam pyetur unë ti. Çështjet e punës, pra edhe unë nuk pra i zgjedh vet ai, unë nuk dua t'i ndikoj në zgjedhjet e tij. Jo, kjo nuk është çështje pune. Shumë kam pritur për shkakun që dhe Kelti të kandidonte në primare, apo të ishte një ambicie. Nuk u fut, nuk me sa kam kuptuar nuk ishte entuziast për të futur. Aq më tepër siç u bë dhe kjo historia, lista mbyllur, lista hapur, ta pjesa listës hapur ti do luftosh me veten tënde, jo me veten tënde, Kelti me veten, po me antarët e tjerë të partisë, më kupton se nuk është kam përshtypjen që kjo nuk i ka pëlqyer. Jo më kot e ktheva të foton e parë, se unë fakti kisha parashikuar dhe ishte në rregull regjia. Unë fakti kisha parashikuar ndryshe, jo më kot e ktheva, do të erdhe për 2 muaj, për 2 javë pushime. U bëre zëdhënse, ngele këtu, rend dashuri me Keltisin, u martova, bëre 2 fëmijë. Pak më vonë, po. Po pak më vonë, nga ato 2 javë pra. Tani, mund ta tregosh atë momentin si rend dashuri me Keltisin? Si rash në dashuri? Dgjoj, Keltin maman e Keltit unë e njihja, sepse ka qenë drejtoresh në shkollën në gjimnazin Sami Frashi. Edhe mamaja Keltit, edhe Kelti kanë qenë pacientët time mëje, e cila është dentiste, stomatologe. Por Kelti nuk e mbaja mend. Do të thonë Kelti si rregullonte dhëmët e mamaja jo. Po, dikur i rregullonte, po, në ato vitet e vështira, 97. Po, diçka e tillë. Po. Dhe nuk e njihja, nuk e mbaja mend nga gjimnazi fare. Keltin. Por kur punoja në Ministri të Transporteve me Sokolun tashin, jo me Lulzim Bashën, e kam njohur në zyrë të Sokolit. Rastësisht. E kam njohur në zyrë të Sokolit, unë aso kohë isha zëdhënëse e Ministrisë të Transportit, por nuk isha asnjë angazhim politik. Dhe atë ditë që Sokoli më thirrën në zyrë, ku ishte i pranishëm dhe Kelti, dhe më bëri një propozim, tha, ore, pse nuk e marr me Forumi Rinortit të Partisë Demokratike? Është më ka shkuar në mendje. Po merru tha që të heqësh pak edhe këtë paragjykimin që ke qenë te mjafti. Në fakt s'kam qenë kurrë tek mjafti, pavarësisht se kam patur. Pse tha Sokoli që ke qenë te mjafti? Po i kujtoj mbasi që mund të kem patur shok klase ndrifugën, po nuk kam qenë asnjëherë. Do vime te ndrifuga. Jo, nuk kam qenë. Po? Edhe aty u hodh Kelti, jo, i tha, nuk ka qenë Erla ndonjëherë te mjafti. Po nga dinte? E dinte se Kelti ishte sekretari i përgjithshëm i Forumit Rinor. Jo, ka përshëm të kishte studiuar, të kishte vëzhguar. Nuk e di, këtë se di se kam pyetur, më kishte studiuar apo jo. Nuk kuptohet fare. Po unë dilja dhe shumë shpesh në ekran në atë periudhë. Ti jo vetëm dilje, po ti dilje sikur dukeshe sikur ishe 2 metra. E vërtetësh. E vërtetësh. Po sepse të ka marrë kamera më të mirë. Po jo, kamera. Po e di. Po dhe pastaj ç'a ndodhi? Tregon edhe më të madh. Dhe pastaj që të nesërmen nga ky moment kur Sokoli më tha që pse nuk je angazhuar me Forumin Rinor të Partisë Demokratike, të nesërmen më merr në telefon dhe më thotë dëgjoj, do shkosh pak në Vilnius për hesap të Forumit Rinor të PD-s. I thash, Sokol, po ti më the mendohu, po i thash nga dje ma the sot është, po pse sa do të mendohesh ti, tha Sokoli, do shkosh për hesap të Forumit në EPP me të rinjt e EPP-s në Vilnius në Lituani dhe unë shkova. Mirë, po sigurisht që punë dhe një lloj bashkëpunimi e kisha edhe me Keltin për sa kohë isha sekretari. Ishte edhe Kelti si? Jo, nuk ishte Kelti. Pra, kam shkuar se na ngrive gjatë. Me një tjetër. Kelti ishte në Tiranë. Edhe nga aty lindi bashkëpunimi, pastaj Kelti përveç se ishte në Forumin Rinor, punonte edhe në Ministrinë e Brendshme. Ka qenë drejtor i kontrollit të shërbimit të brendshëm në një farë mënyrë. Pra kjo AMP-ja e sotme, SHKB-ja, madje kishte në kontroll edhe SHKB-n e policisë atëherë. Pra ishim Ministria e Transportit, Ministria e Brendshme, ishim aty afër edhe pastaj kafet e Millennium. Pastaj ndodhi ajo, u bë mas, domethënë. Flutra në bark, në stomak, flutra. Habitshme se si Kelti si nuk është në politikë sot. Ashtu e ka natyrën, Landi, është pak natyrë e tërhequr, nuk se
për mua, jo se është bashkëshorti im, po për mua vlen shumë më tepër se shumë individat janë atë parti, në aspektin njeh terrenin, në aspektin e organizimit. Po më që 12 vjeç më herë çfarë thua? Po pra, Dhe ka bërë dhe beteja, ka bërë dhe aksione politike shumë interesante. Po dëgjoj. Se po gati është harruar. Sigurisht. Është harruar. Po mbas edhe duhet ta kishin vlerësuar më shumë. Pse jo? Këto edhe mund ta them. E the, nuk e mbajte. Po nuk e mbajta, po, patjetër. Nuk e ka nga kush? Nga kush? Po nga ata që marrin vendime. Po vendime tani Oluzi Basha iku, tani Berisha mbetet. Po edhe ai mbase do duhet ta kishte vlerësuar. Kjo është pakesë, ta kishte vlerësuar. Po nuk e kam pa kënaqësi, se tash ai di vet, nuk dua t'i dal unë fare në mbrojtje, aty them se çfarë duhet të bëj. Ai di vet se çfarë do të bëj me karrierën e vet politike. A mund t'i thosh Ndar Kelti si të vinë në intervistë këtu një ditë? Po të vjen ai ty pse? Jo, ai s'ka dal tani. Tani unë po ta bëj kërkesën kështu live. Do të thënë, a mund të thosh në darkë? Dëgjoj, nuk më dëgjon, më shumë mund të dëgjoj ty, të bindet ty. Mirë, ti thuj për vete po në darkë, jo kështu gjatë ditës. Në darkë, kur t'jeni në darkë në shtëpi. Po, foto tjetër. Tani u kthejmë këtu. Pa. Kjo është dita e diplomimit tim në Itali. Në La Sapienza. 12 dhjetor 2006 në La Sapienza. Ishte cila është tema e ditëlindjes babait tim. Jo, kam bërë një temë diplome për fen, pra për faktin që ne kemi qenë një vend ateist, me kushtetut, sepse e di pse e zgjodha, u tregova edhe pak pragmatiste, se unë kam mbaruar shkenca komunikimi e specializuar në komunikim me masët. Pra televizion, gazetari, një formë e tillësh. Mirpo, kishim dhe disa lëndë fakultative që i zgjidhnim vetë, se çfarë donim të mësonim tjetër, përveç lëndëve bazë. Dhe ishte një lëndë që quhej sociologjia e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe kishte edhe një pjesë për fen atje. Dhe më qelloi një profesor shumë i mirë, ai asistenti ishte Arbresh, jo, nuk është udhëheqësi, këto janë dekanët e shkollës, ata që rinin në juri. Dhe ishte edhe një asistent Arbresh, dhe ishte shumë e thjeshtë për mua, unë e mora vesh më vonë. Dhe ma bëri shumë të thjesht diplomën, se mund të zgjas edhe me vite diploma. Sa vite studiove në La Sapienza? Po 6 më shkoj, bashkë me diplomën 6 vite. 6. Si ishin vitet? Ja, edhe këtu. Po, edhe këtu, pa. Kështu si e pafajshme dukesh aty. Ashtu kam qenë. Ke qenë me emocione? Shumë. Me shumë? Emocion të tmerrshëm. Sa kam rritur në universitet, sepse mbiemri im me më e kishte në orën 5 të mbasdites orarin se kur do diplomoheshim. Gjithë ne që ishim me mbiemrin më, dhe unë arrita pak me vonesë, për shkak se i me motor, e kishte zakon nisej në moment të fundit për çdo gjë. Edhe kur do merrnim avionin, po, edhe në rrugës ngecëm në trafik, në tangenciale, në unaz, le të themi. Edhe thot, po mirë, dhe po se kape kësaj radhe, tha diplomën dhe kap herës tjetër. Hera tjetër ishte mbas 6 muajsh. Ndërkohë unë isha me si po prisja. Dhe arrita, e kapa në kopër, për sa kam arritur në universitet, aty shpërtheva në lot, se nuk e mbajta dot emocionin, po, në lot. Se gjeta aty dhe shoqen time të ngushtë, që më priste me një buqet me lule, edhe 2-3 njerëz të tjerë dhe emocionuesi. Çfarë notë more? Jo, s'ishte me notë kjo këtu. Kjo nuk ishte me notë? Jo, nuk ishte me notë, ja. Nuk ishte me notë. Pse thjesht mbrojtja e temës e diplomës. Pse shkove në La Sapienza? Ti konkurove, garove? Dëgjoj, e para unë që do shkoja në Rom, kjo ishte e para vendosur se ishte i me motor. Ndërsa këtë degën, këtë e kam thënë, nuk është se po e them për herë të parë, këtë degën ç'është e vërteta e gjeti fuga. Endri, sepse kur ne ishim në gjimnaz, në vit të 4, Ishim në klasë me Endri? Kemi patur një profesor, te Sami Frashi, kemi patur një profesor, Genci, i cili na jepte ekonomi, po na jepte vetëm ne, ai profesor, shumë i rrept. Një ditë na pyet në mes të orës mësimi që çfarë keni ndërmend të bëni mbasi të mbaroni gjimnazin, ku doni të shkoni. Edhe fuga thotë, dua të shkoj në Itali, në Rom, në La Sapienza, është një deg shkenca komunikimi, unë e dëgjova dhe më duk shumë interesante. Edhe në përfundim të orës e pyet që çfarë është kjo dega? Ka dalë re, pak vite ka, 2-3 vite që kishte dalë këto gjërat e reja. Unë pyeta ti me motor, i me motor mori informacione, po tha shumë interesante. Dhe të dy shkot atje? Po, vajtëm të dy. Pastaj fuga e la, edhe provimin të dy, po u shkëput prej mjaftit pra. Do të thënë, bëri provimet e vitit të parë, po. U shkëput prej mjaftit dhe pastaj ka vazhduar diku tjetër shkollën. Por ka qenë nxënës i mirë. Endri ka qenë shumë i mirë. Edhe shumë sistematik. Edhe atje. Se sa unë ç'është vërtet. Më sistematik. I mirë ka qenë, po. Nxënës i mirë shumë ka qenë. Sa shqiptarë kishe ti në Te dega jon? Jo, s'ka patur. Vetëm ju dy? Te kjo lëndë jo. Vetëm ju dy? Ne të dy. Pastaj në La Sapienza kishte shumë shqiptar? Edhe erdhën në Sapienza plot pafund. Shqiptarë?
biblioteka e universiteteve, konviktet, ishim Me shqiptarë? Qa thua? Si ka mundësi? Se La Sapienza është universiteti më i mirë. I madh, po janë studionin për mjekësi, studionin për juridik, mos gaboj 160.000 student? Janë shumë, edhe ishin shqiptar kishte pafundaj, sa unë vitin e parë studioja dhe në bibliotek, pra tentoja që të mësoja në bibliotek, pastaj e lash nuk shkoja më sepse kishte shumë shqiptar dhe të vinin secili, hajde pimi kafe jashtë, dikush të mbante me muhabet dhe të ikte koha dhe të orientohesh, dhe pastaj u shkëputa nga biblioteka, nuk shkova. Kam studiuar në shtëpi. Zëdhënëse e kryeministrit, këtu jam në kryeministri. Ka marrë malli? Jo shumë, nuk është çështje malli, po ndoshta kam qenë pak e vogël, pak e re. Po të kthehesha mbrapa në kohë, unë këtë periudhë do ta kisha jetuar ndryshe. Po pse? Duket vetë kështu si zogi trembur dhe jutuar. Zogi trembur dhe jutuar nuk kam qenë asnjëherë. Po se thua kam bërë gabim. Do ta kisha jetuar ndryshe, do ta kisha shijuar ndryshe. Kam qenë pak e re, pra po them, pak e vogël. E ke fjalën kështu se bëre një herë edhe një gaf që bë virale jo? Jo, ajo është e bukur dhe sot e kësaj dite, para 3 ditësh ma nisën. Sërish. Ta nxjerrim këtu prap? Nxjerrë po të duar, se kam problem. Lapsus fonetik është ai Landi. Mo bëjmë lapsus sepse ka shtuar në një nga, do ti do të nxjerr. Po se kam problem, unë fare atë, unë kënaqem, unë qesh me atë. Gje dhe lutem kur të kesh mundësi. Dgjoj, unë qesh me atë lapsus. Nuk ka kompleksuar. Jo, pyetja ime është, a ka dikush që nuk ka bërë një lapsus në gjithë karrierën e vet, një gazetar? Madje kur kam patur s'mbaj mend, ndoshta Elisa Spiropali, ndonjë tjetër, Etilda Gjona, i kam bërë një 2 gafa të ngjashme me këtë timen dhe ma çonin dhe thonin si e vetme tani. Po ja, ma paska shpëto, paska shpëto. Njeri, është tjetër gjë të bësh një gabim logjik në ato, për shembull, 7 ajo, për shembull. Lapsus fonetik se ishin shët shumë afër bashkë. Ato. Ka një moment që do ta ndash me publikun Erla, kur ishe zëdhënëse kryeministrit që me të vërtetë nuk të shitet nga memoria? Nuk më shitet nga memoria? Po ka shumë, Landi. Po një, veçore. Po s'di se kanë qenë kaq dinamike, me kaq shumë aktivitete, udhëtime jashtë, summit NATO, OKB, unë futesha kudo. Kam qenë në çdo takim të lartë me sekretarin e shtetit, Hillary Clinton. Kam mbajtur shënime dhe i kam blloqet në shtëpi. Me vërtet? I kam. Mos thoj pastaj që Endri fuga ishte vetëm sistematik, se Endri me sa diu nuk ka mbajtur shënime, po ti me një shkrim të tmerrshëm i kam, se ishin një shkrim i shpejt gjatë takimeve, po i kam. Një ditë do t'i përdor, do shkruash ditarin tënd. Po, besoj se po. Do shkruash ditar. Po, sa ta bëj. Se kryeministri nuk ka shkruar akoma ditar, nuk e dim këtë. Nuk ka shkruar libër me kujtime. E vërtet, po. Foto tjetër? Tu jemi për 8 mars. Është gjithë stafi kryeministrisë. Eda, sekretarja e famshme. Është legjende sekretarja legjende e Zotit Berisha. Janë dhe vajzat e zyrës së shtypit. Njëra prej tyre, Elona, vazhdon ende punon në kryeministri. Në krye e shtypit. Tani të kryeministrit të Zoti Rama. Po dhe ne një pjesë i gjetëm. Pra, kishin qenë atje. Jo, Rama e di këtë që ka punuar me Berisha? E di, nuk e ka lëvizur. E di fuga. Po, Aida po. Alida Tota. Alida, se thashë. Eva Gjuraj, Eva është në media tani. Po. Në mos gaboj duhet të jetë në punë diku te News 24, nuk e kujtoj fort mirë. Orkidea, pra të gjitha janë të Ingji, është një tjetër që ka qenë zyrën e shtypit, po Ingji punon tani në një nga këto institucionet e tjera të shtetit. Pra e unë zyrë të shtypit në kryeministri. Si ishte zyra e shtypit juaj Erla? Si ti ishe shefja e para? E vogël, shumë e vogël, me shumë pak veta. Kam patur një kameraman, një fotograf, unë bëja edhe montazhet. Kishim një pik montazhi. Kishit pik montazhi? Kishim një pik montazhi minimaliste. Të kapuse shpirtin. Pothuajse nuk bëje dot asgjë atje, përveç se mund të montoje planet e një takimi të thjeshtë. Nga ajo i dërgonet ato kasetat? Jo. Unë s'kam dërguar kaseta, ta shpjegoj pse s'kam dërguar kaseta. Unë shkoja, ç'është e vërteta, montoja dhe në TVSH. Kur ishin aktivitetet mëdha. Shkoja në TVSH? Shkoja në TVSH. Faleminderit për sinqeritetin. Po, vërtet është kjo. Po? Kam shkuar në TVSH dhe kam montuar atje. Dhe pastaj dërgoi. Kemi patur një pikë pak më të zhvilluar në PD, në Partinë Demokratike, që u krijua para zgjedhjeve të 2009-s. Po. Atje montoja deri në 5-6 mëngjes. Dhe shkoja prap tër natën dhe shkoja prap në 8 mëngjesit që vazhdoja. Duhet kapi ritmin e sepse nuk kishim karta digjitale dhe vononte edhe koha e hedhjes materialeve. Pse që parë që nuk ke çuar kaseta? Kaseta nga ty vjen, unë isha drejtor. Po e ke gabim, pse s'kam çuar? Pse nuk quhen kaseta ato që çuaj? Unë nuk kam çuar asnjëherë një material 1 minutë gjysmë apo 2 minuta.
Unë fjalimin e Sali Berishës në një miting elektoral, në një inaugurim, apo kudo tjetër qoftë, e lija të plot 20 minuta, 30 minuta, po kamera sa të nuk lini. zgjaste. Jo, edhe kamera kam lënë. Kam bërë përjashtime. Sepse mendoja që më mirë le të fusin kamerën e tyre sa të më bëhet një lajm negativ nga mbrapa. Top Channel-i, për shembull, aso kohë që ishte në opozitë me qeverinë e kohës, ka qenë Elona Meço, kolegja jonë, që mbulonte mazhorancën atë kohë, kryeministri Berisha. Po kur insistonin apo Vision Plusi, kur insistonte që duam të sjellim kamerën tonë në një aktivitet, unë i kam futur brenda. Pra ata kanë pasur dhe mundësinë e sinjalit satelitor për ta marrë aktivitetin nga regjia që kishim ne, por dhe të fusnin kamerat e tyre dhe të bënin ndonjë plan. Këto si kam ndaluar kurrën. Madje jam zënë me gardën, nëse garda i ka ndaluar ndonjëherë dhe ka patur sjellje jo të mirë ndaj gazetarëve apo kameramanëve. Si e... Unë me 2 BlackBerry. Është momenti dorëheqjes. Me naftë kishe këtë celular? Ua, ta shpjegoj do 2 BlackBerry mbaja, ai celulari çfarë nuk bënte. Ishte edhe diktofon, regjistronte fjalimet. Si BlackBerry ishte shumë i fortë. E përjetova shumë keq kur kam kaluar në iPhone. E dashuroja BlackBerry. Pata një marrëdhënie të gjitha, pa, edhe ato. Erla, pa sa ke qarë këtu, Erla. Nuk e mbajta dot Landi, janë lot shumë të sinqerta këto. Po pse? Po, dëgjoj, është dhe shkarkim emocioni, ja? Po që emocioni kishe ti, më edhe dore? Ç'kishe ti? Dëgjoj, kemi bërë një fushat të tmerrshme, të lotshme. Unë e di më se, Erla. Dhe unë nuk e kisha aftësinë që kam sot për të lexuar politikisht se si do dilte ai. Duke thënë që ti ishe e vogël. Mitingjet ishin madhështore. Ai i Tiranës ishte pa shpjegoj dot emocionin e atij. Ti po thuaj që ti mendoje se do fitonte PD-ja? Po, e mendoja që do fitonte. Do fitonte PD-n 2013? Isha e re pra la. Isha e vogël. Isha e vogël. Si dihet sa gjëra. Nuk i dija ca gjëra. Po tani? Dhe ai është një shkarkim edhe i gjithë këtij stresi edhe. Jo, shumë shpesh jo, po qaj. Përse i kam lotë të vështira për t'i nxjerrë. Qaj edhe kur shoh një film që më emocionojnë, qaj. Titanikun, aty ka qarë bese. Ja. Apo te Pearl Harbor. Ja, se nuk jam kaq romantike sa ç'duket, po në filma të tjerë. Po këtë të qarën e ke kështu, si trofe. Mbeti. Si trofe. Tani do kisha preferuar të mos kisha qarë para kamerave, po më dolën, nuk e mbajta dot, sinqerisht. Nuk është falso nga ime, pra nuk është se ja kam imponuar vetes të qarë. Kur të duke qarë, edhe unë emocionova edhe për pak të shfillohet qaja për ty. Po kanë qarë shumë shqiptar në për shtëpia, Landi. Jo, unë mund qaja për ty, më merr gjuna për ty, më Erla, jo për Berishën, jo. Po, thash unë, po Erla, ç'a ndodhi më? Se foto është kjo duhet për kornizë, Erla. Kjo është për kornizë, është emocionale, nuk është hajde kokë. Ja përpiqesha të mbaja kokën anash që të mos më kapin një kamerat, po ishte e pamundur. Foto tjetër? Këtu jemi në Elbasan. Këtu kur ishe kryeministër? Ishte kryeministri Berisha këtu dhe filloi në fushat në 2013. 2013, po. Disa takime me gazetarë, pra konferenca shtypi në natyrë, vendin e gjeja unë. Si tip town hall-esh, po, dakor. Ishte periudha town hall-eve dhe vendoste që kudo ku shkonte të bënte edhe nga një konferencë për shtypi. Dhe unë mundosha të gjeja një vend të bukur në. Ka bërë për shtypje, jo ka bërë për shtypje që ishte me gjelbërim. Po kemi patur vende të bukura në Korçë, po kemi patur një vend shumë të bukur në jug të vendit, diku në Vuno, Majmalit, gjeta një vend ku dukej perëndimi me detin, ajo ka qenë spektakël. Mund ta gjej atë fotot. Po më kujtohet tani. Ka një foto shumë bukur Berisha që ka perëndimin nga mbrapa. E gjeta atë vendin e Sajova se kisha atë tendencën që doja që mbrapa ti të shfaqej ose edhe në inaugurime. Erla, kështu flokët ja ke rregulluar ndonjëherë doktori siç e rregulloi Floriana? Asnjëherë. Asnjëherë, po pse? Po pse qesh, po çfarë problem ka? Landi unë isha zëdhënëse, nuk. Po pse Floriana ç'është? Jo, dhe Floriana po varet se si. Ndoshta e kuptova. Ka një kujdes tjetër mbase, po. Deri aty jo, nuk kam shkuar deri aty. Mund t'i kem thënë rregullo pa kollaren, për shembull. Po deri aty nuk kam shkuar. Kjo është intervista e parë. Tani. Ky është emisioni im i parë. Emisioni i parë me Berishën, tani zëdhënësi e Berishës. Fillon emision. Fillon me Berishën. Dakor, pra se doja që të ndaja Erlën gazetare nga Erlën. Po pse se nisë me Edi Rama të Berishës. Erdhi Rama pas një muaji